Një tragjedi ka tronditur Shtetet e Bashkuara, ku një 47 vjeçar dyshohet se vrau bashkëshorten dhe 6 fëmijët e tij, teksa i vuri flakën banesës dhe më pas kreu vetvrasja. Christopher, 47 vjeç, bashkëshortja e tij Amanda, 39 vjeç, si dhe 6 fëmijët e çiftit të moshës nga 5 deri në 15 vjeç u gjetën të pajetë në shtëpinë e tyre. Sipas autoriteteve, autori dyshohet se qelloi fillimisht marrë zjarri gruan dhe fëmijët e tij. Më pas ai besohet se ndesi disa vatra zjarri në pjesën ndryshme të banesës, përpara se të jepte fund jetës duke qelluar veten. Policia u njoftua nga banorët e zonës, të cilët raportuan se nga shtëpia po dilte tymi bardh. Ekipet e emergjencës punuan për rreth 3 orë për të lokalizuar burimin e zjarrit dhe për të futur në banesë, ku zbuluan trupat e 8 anëtarëve të familjes. Disa prej viktimave u gjetën në dhomat e xhumit. Autopsit konfirmuan se të gjithë kishin humbur jetën si pasojë e plagëve të shkaktuar nga ermëzjarri dhe jo nga flakët. Edhe kafshët shtëpiake të familjes nuk i mbijetuan zjarrit. Sipas mediave amerikane, Christopher dhe Amanda u njohën në vitin 2008 në kompaninë ku punonin dhe u martuan në gusht të vitit 2009. Ata patën 4 fëmijë biologjik dhe më vonë adoptuan 2 vajza. Megjithatë, pasi margjit të një familjeje të lumtur, marrëdhënia e tyre kishte kaluar vështirësi. Rreth 8 vite më parë, Christopher kishte krijuar një lidhje jashtëmartësore me një praktikante në vendin e punës. 2 vite më parë, Amanda kishte rrëfyer në platforma sociale problemet në martesën e saj, duke shkruar se bashkëshorti i kishte trajtuar sërish me një praktikante. Në një nga postimet ajo tregonte se pas një periudhe të gjatë vuajtjesh, kishte kuptuar se duhej të mbështetej vetja për të vazhduar jetën. Autoritetet amerikane vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e kësaj tragjedie familjare.